Modulet në drejtësinë tranzicionale. Ky kurs është menduar si një platformë e pasur njohurie për studentët dhe studiuesit e rinj, ku ata mund të kenë qasje në konceptin e ndikimit të drejtësisë tranzicionale në shoqëritë e dalë nga lufta dhe konfliktet. Ky kurs është realizuar në kuadër të projektit Drejtësia tranzicionale e udhëhequr nga të rinjt përmes perspektivës gjinore, që është mundësuar me asistencën e projektit rajonal Mbështetja e BE-s për ndërtimin e besimit në Ballkanin Perëndimor, i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. Ky projekt ka investuar kohë, ekspertizë dhe burime për të përkrahur edukimin e studentëve dhe të rinjve në Kosovë mbi temat e drejtësisë tranzicionale. Gjatë zbatimit të projektit, kemi ndjekur një qasje që inkurajon pjesëmarrjen e të rinjve, duke synuar të sigurojmë ndikimin dhe qëndrueshmërinë e projektit përmes përfshirjes së drejt për drejt dhe aktive të studentëve dhe studiuesve të rinj, të cilët këto njohuri i shfrytëzojnë për të mirën e përgjithshme. Pse drejtësia tranzicionale? Drejtësia tranzicionale është thelbësore për shoqëritë që kanë përjetuar konflikte, pasi synon të adresojë të kaluarën e dhimbshme dhe të ndërtojë një të ardhme më të drejtë dhe paqësore. Qasja jonë gjithëpërfshirëse ka quar në publikimin e moduleve themelore të drejtësisë tranzicionale, duke ofruar një strukturë solide, didaktike dhe të dhëna të vlefshme mbi rëndësinë e aspekteve të zbatueshme të drejtësisë tranzicionale në jetën e përditshme. Përmes moduleve të këtij kursi, studentët do të pajisin me njohuri praktike dhe teorike që mund të përdoren në fushat e të drejtave të njerëzit, aktivizmit për paqe dhe angazhimit për drejtësi. Përfitimet praktike të kursit. Këto module ofrojnë mjete dhe metoda që mund të përdoren nga profesionistët, aktivistët dhe studiuesit për të sjellë ndryshime pozitive në shoqëritë e tyre. Ndikimi i tyre si material arsimor synon të rrisë vetdijen dhe vlerësimin për drejtësinë tranzicionale. Platforma inkurajon një metodologji studimi të ngjashme me lëndë të tjera të ndërlidhura me drejtësinë tranzicionale, ku përfshirja aktive e studentëve në procesin e të nxënit, analizës kritike dhe sfidimit të ideve kontribon në zhvillimin e shkatësive të mendimit kritik dhe rritjen personale. Metodologjia mësimdhënies. Kjo platformë përfshin një gamë të gjerë metodologjish, duke integruar raste studimore të lidhura me modulet, diskutime interaktive, kuize për të testuar njohuritë, filma edukativ për të theluar, të kuptuarit dhe projektet të bazuara në hulumtim për të siguruar pjesëmarrjen aktive të studentëve. Përmes kombinimit të këtyre metodave, përfshir edhe literaturën e sugjeruar për secilin modul, studentët inkurajohen të zhvillojnë aftësi të thelluara të mendimit kritik dhe të zbatojnë koncepte teorike në skenar praktik të drejtësisë tranzicionale dhe ndërtimit të paqes. Në Fondacionin Jahjaga, ne besojmë se formimi i vetdijes kritike që nxit përfshirjen aktive të studentëve dhe studiuesve, bazuar në të mësuarit përmes përvojës, u mundëson atyre të vënë në pyetje idetë dhe perspektiva të dhëna, si dhe marrëdhëniet e tyre me kontekstin në të cilin jetojnë për të kuptuar më mirë botën e tyre. Ne besojmë fuqishëm se shkëmbimi aktiv mes përfituesve të kësaj platforme nxit diskutime konstruktive, ku të gjitha palët mësojnë, parashtrojnë pyetje dhe reflektojnë, një proces qendror për krijimin e një shoqërie demokratike. Çfarë është drejtësia tranzicionale? Drejtësia tranzicionale është një përgjigje ndaj shkeljeve sistematike të drejtave të njerëzit që kanë ndodhur gjatë periudhave të konfliktit ose represionit. Ajo synon të njohë dhe adresojë vuajtjet e viktimave, duke promovuar njëkohësisht shanse për paqe të qëndrueshme, pajtim dhe zhvillimin e një demokracie funksionale. Drejtësia tranzicionale zbatohet në një shoqëri që po transformohet nga periudha të abuzimeve të rënda të drejtave të njerëzit dhe përfshin një sër masash juridike dhe politike. Korniza konceptuale e drejtësisë tranzicionale përfshin 4 shtylla kryesore. E drejta për të ditur. Kjo përfshin të drejtën e viktimave dhe të shoqërisë për të ditur të vërtetën rreth shkeljeve të së kaluarës. Kjo mund të realizohet përmes komisioneve të së vërtetës, hetimeve të pavarura dhe mbledhjes së dëshmive historike. E drejta për drejtësi. Kjo përfshin të drejtën e viktimave për të kërkuar dhe për të marrë drejtësi përmes gjykatave kombëtare, ndërkombëtare ose hibride, duke ndjekur penalisht përgjegjësit për krimet dhe shkeljet e të drejtave të njerëzit. E drejta për dëmshpërblime. Kjo përfshin kompenzimin e viktimave për dëmet që kanë pësuar, qoftë në formë financiare, përmes shërbimeve sociale ose përmes masave simbolike, si kërkimfaljet publike dhe ndërtimi i përkujtimoreve. E drejta për mospërsëritje. Kjo përfshin masa për të siguruar që shkeljet e të drejtave të njerëzit të mos përsëriten. Kjo mund të përfshijë reforma institucionale, edukimin mbi të drejtat e njerëzit dhe masa të tjera që nxisin mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njerëzit. Parimet e drejtësisë tranzicionale.
Parimet themelore të drejtësisë tranzicionale përfshin gjithëpërfshirjen, pjesëmarrjen, llogaridhënien, transparencën dhe mbrojtjen e dinjitetit të viktimave. Këto parime janë thelbësore për të siguruar që proceset e drejtësisë tranzicionale të jenë të drejta, efektive dhe të bazuara në respektin për të drejtat e njeriut. Moduli 1. Hyrje në drejtësinë tranzicionale. Drejtësia dhe përgjegjësia ndaj qytetarëve janë çështje komplekse për të trajtuar gjatë ndërmjetësimit të paqes dhe arritjes së marrëveshjeve paqësore. Këto sfida janë të pashmangshme dhe kërkojnë adresim të drejtë për të siguruar që paqja të jetë e qëndrueshme dhe e drejtë. Drejtësia tranzicionale ka të bëjë me ndihmën për vendet që të ecin përpara pasi që kanë përjetuar tmerrjen e konfliktit ose regjimeve shtypse. Ajo mund të mendohet si një gamë mjetësh të mbushura me strategji të ndryshme. Disa përfshin procese gjyqësore dhe të tjera forma jo formale, që synojnë shërimin e viktimave dhe rindërtimin e shoqërisë. Drejtësia tranzicionale nuk është një version i lehtë i drejtësisë, por një qasje gjithëpërfshirëse dhe holistike për të korrigjuar padrejtësitë dhe për të siguruar paqe të qëndrueshme. Drejtësia tranzicionale ndihmon në adresimin e dhimbjes dhe ankesave të lëna pas nga mizoritë, duke punuar për të krijuar një të ardhme më të sigurt dhe më të drejtë. Ajo ka të bëjë me adresimin e të së kaluarës për të mbrojtur të ardhmen, duke siguruar që episode të tilla të mos përsëriten. Ky mision nuk është vetëm thelbësor për stabilitetin dhe zhvillimin e vendeve të prekura nga luftrat, por është gjithashtu një prioritet i rëndësishëm moral dhe sigurie për paqen dhe sigurinë globale. Ndonjëherë termi tranzicion mund të mos përshtatet plotësisht në çdo situatë, dhe për këtë arsye mund të dëgjoni njerëzit që flasin për përballje me të kaluarën ose përpjekjet për të promovuar të vërtetën, drejtësinë, reparacionet dhe garanci që të tilla mizori të mos ndodhin më. Pavarësisht terminologjisë, qëllimi mbetet i njëjtë: të përballemi dhe të shërohemi nga mizoritë së kaluarës, duke krijuar një bazë për paqe dhe drejtësi të qëndrueshme. Kur zbatohet siç duhet, drejtësia tranzicionale mund të bëjë një ndryshim të madh. Duke ndjekur disa parime kyçe, këto masa mund të zvoglojnë rrezikun e dhunës së mëtejshme, të rrisin sigurinë e civilëve dhe të forcojnë sundimin e ligjit. Ato ndihmojnë në rindërtimin e lidhjeve shoqërore, nxisin respektin për të drejtat e njeriut dhe adresojnë nevojat e viktimave. Drejtësia tranzicionale gjithashtu mbështet zhvillimin dhe ndihmon në rivendosjen e besimit në institucionet që dikur ishin abuzive dhe të dhunshme. Qëllimi kryesor është krijimi i një shoqërie më të sigurt, më të drejtë dhe më gjithëpërfshirëse. Moduli 2. Ballafaqimi me të kaluarën dhe drejtësinë tranzicionale. Ndërtimi i paqes përmes llogaridhënies. Përse përdoret më shpesh termi ballafaqim me të kaluarën? Ky term përdoret për të përshkruar përpjekjet e ndryshimeve që synojnë adresimin e shkeljeve të drejtave të njeriut në të kaluarën dhe në disa raste shkaqet rrënjësore të konfliktit. Mbetet e rëndësishme të dihet qartë përdorimi i termit ballafaqim me të kaluarën apo termit drejtësisë tranzicionale, sepse ky i fundit lidhet ngushtë me mekanizmat ligjor dhe periodat specifike tranzicionale. Ndërkaq, ballafaqimi me të kaluarën shihet si një proces më afatgjatë që shtrihet përtej kufive të drejtësisë juridike dhe periudhave tranzicionale, duke përfshirë një gamë më të gjerë strategjish dhe veprimesh për pajtimin dhe ndërtimin e paqes në shoqëri. Dallimi mes drejtësisë tranzicionale dhe ballafaqimit me të kaluarën. Drejtësia tranzicionale është një set mekanizmash që përdoret në shoqëri që kalojnë nga periudha të represionit ose konflikteve drejt demokracisë. Kjo përfshin masa specifike si gjykatat, komisionet e së vërtetës, reparacionet dhe reformat institucionale për të siguruar drejtësi, llogaridhënie dhe mos përsëritje të krimeve. Ballafaqimi me të kaluarën përfshin jo vetëm drejtësinë juridike, por edhe një gamë të gjerë procesesh dhe qasjesh që synojnë të adresojnë të kaluarën në mënyrë që të ndërtohet një ardhmë më e drejtë dhe më paqësore.
Ky term nënkupton se përballja me të kaluarën është një proces dinamik dhe i vazhdueshëm që kërkon përfshirje të gjitha niveleve të shoqërisë, jo vetëm përmes mjeteve juridike, por edhe përmes dialogut, edukimit, reformave sociale, si dhe nismave kulturore. Historia dhe zhvillimi i koncepteve. Koncepti i ballafaqimit me të kaluarën filloi të marrë formë në fund të viteve 80 dhe në fillim të viteve 90, si përgjigje ndaj ndryshimeve politike dhe kërkesave për drejtësi, veçanërisht në Amerikën Latine dhe Evropën lindore, e më vonë në Afrikën e Jugut. Gjatë kësaj periudhe, aktivistët për të drejtat e njeriut dhe të tjerët kërkuan të adresonin abuzimet sistematike të regjimeve të mëparshme, pa minuar transformimet politike në vazhdim. Në një periudhë të gjatë kohore, përpjekjet për drejtësi tranzicionale mund të ndihmojnë në formimin e demokracisë dhe në nxitjen e një kulture respekti për të drejtat e njeriut. Por, është rëndësishme të kuptohet se tranzicioni nuk është gjithmonë një proces i qartë dhe linear. Ai përfshin kompromise dhe përshtatje të vazhdueshme me realitetet politike dhe sociale. Kjo është arsyeja pse përdorimi i termit ballafaqimi me të kaluarën mund të jetë më përfshirës dhe gjithëpërfshirës. Parimet themelore të drejtësisë tranzicionale. Përfshirja e të gjitha palëve të prekura në proceset e drejtësisë tranzicionale. Pjesëmarrja, mundësimi i pjesëmarrjes aktive të viktimave dhe komuniteteve të prekura. Llogaridhënia, sigurimi që individët përgjegjës për krime të mbajnë përgjegjësi. Transparenca, sigurimi që proceset e drejtësisë të jenë të hapura dhe të qarta për publikun. Mbrojtja e dinjitetit të viktimave, proceset që duhet të respektojnë dinjitetin dhe të drejtat e viktimave. Këto parime janë thelbësore për të siguruar që proceset e drejtësisë tranzicionale të jenë të drejta, efektive dhe të bazuara në respektin për të drejtat e njeriut. Mjetet e drejtësisë tranzicionale dhe ballafaqimit me të kaluarën. Për të siguruar drejtësi, llogaridhënie dhe mos përsëritje të krimeve, drejtësia tranzicionale përdor një sër mjetesh dhe masash. Këto përfshin: kërkimi i së vërtetës, zbulimi së vërtetës për krimet e së kaluarës për të shëruar plagët të shoqërisë dhe për të krijuar një bazë të përbashkët të historisë. Reparacionet, njohja dhe reparimi i dëmeve të pësuara nga viktimat për të rikthyer dinjitetin dhe për të adresuar padrejtësitë e së kaluarës. Prokuroria, ndjekja penale e atyre që kanë kryer krime të rënda për të siguruar llogaridhënie dhe për të rivendosur besimin në sundimin e ligjit. Reforma institucionale, transformimi i institucioneve shtetërore për të garantuar se ato nuk do të bëhen më burim i abuzimeve dhe për të ndërtuar një sistem më të përgjithshëm dhe të drejtë. Në përfundim, është e rëndësishme të kuptohet se ndërsa drejtësia tranzicionale dhe ballafaqimi me të kaluarën kanë qëllime të ngjashme, ato ndahen në çështjen dhe hapësirat ku veprojnë. Ndërsa e para shpesh është më e përqendruar në periudhat e tranzicionit dhe mekanizmat ligjor, e dyta nënkupton një proces të vazhdueshëm që përfshin gjithë shoqërinë dhe përpjekjet afatgjata për pajtim dhe ndërtim të paqes. Moduli 3. E vërteta. Zbulimi i saktë i asaj që ndodh gjatë një konflikti është thelbësor për krijimin e një regjistri të saktë të historisë së një vendi, sqarimin e ngjarjeve të pasigurta dhe thyerjen e heshtjes dhe mohimit që shpesh mbulon periudhat e dhimbshme të së kaluarës. Studimet dhe anketat e viktimave tregojnë vazhdimisht se kuptimi i ngjarjeve të kaluara ndihmon në parandalimin e shkeljeve të ngjashme në të ardhmen dhe është një hap thelbësor drejt vendosjes së drejtësisë dhe llogaridhënies. E drejta për të njohur të vërtetë rreth këtyre ngjarjeve është njohur në ligje të ndryshme, kombëtare dhe ndërkombëtare. Zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut deklaron qartë: e drejta për të vërtetën nënkupton të drejtën për të pasur qasje në historinë e plotë të asaj që ka ndodhur, përfshirë detajet e ngjarjeve, rrethonat specifike dhe individët e përfshirë. Kjo përfshin kuptimin e arsyeve pse ndodhen shkeljet dhe kushtet në të cilat ato ndodhen. Në raste si zhdukja e detyruar ose ekzekutimet e fshehta, kjo e drejtë përfshin të njohësh fatin dhe vendodhjen e viktimave. Më 18 dhjetor 2013, Asambleja e Përgjithshme e OKB-s miratoi një rezolutë mbi të drejtën për të vërtetën, duke theksuar rëndësinë e njohjes së të drejtave të viktimave, familjeve të tyre dhe shoqërisë për të ditur të vërtetën rreth shkeljeve të drejtave të njeriut. Çfarë është një komision i së vërtetës? Një nga mekanizmat kryesor për zbulimin e së vërtetës janë komisionet e së vërtetës. Një komision i tillë është një mekanizëm jo gjyqësor i drejtësisë tranzicionale, i krijuar për të hetuar dhe raportuar për situata të kaluara që përfshin mizori të mëdha dhe shpesh sistematike. Këto komisione janë institucione të paanshme dhe të pavarura,
shpesh të sponsorizuara nga qeverit, megjithëse mund të krijohen edhe nën kujdesin e Kombeve të Bashkuara ose me dekrete presidenciale. Ato mund të jenë kombëtare, ndërkombëtare ose një përzierje e të dyave. Më shumë se 45 vende kanë krijuar komisione të së vërtetës, duke përfshirë Perun, Guatemalën, Argjentinën, Brazilin, Kanadën, Kilin, Timorin Lindor, Tajlandën, Sierra Leone, Afrikën e Jugut, Liberin, Kenyan, Bregun e Filtesht, Marokon, Ishujt Solomone, Norvegjin, Zvicrën, Australin, Zelandën e Re e të tjerë. Ndërsa komisionet e së vërtetës ndajnë disa veçori të përbashkëta, secili është unik, duke reflektuar kontekstin specifik dhe nevojat e vendit ku operon. Mandatet e komisioneve të së vërtetës. Mandatet e komisioneve të së vërtetës ndryshojnë, por ato zakonisht kanë kompetenca për mbledhjen e deklaratave nga viktimat, dëshmitarët dhe autorët e krimeve, për grumbullimin e informacioneve dhe dokumentacionin për abuzimet të së kaluarës, për zhvillimin e seancave dëgjimore publike, për identifikimin e modeleve dhe praktikave të abuzimit, për zbulimin e shkaqeve rrënjësore të dhunës, për publikimin e një raporti me rekomandime për të parandaluar përsëritjen e dhunës dhe për të promovuar paqen dhe stabilitetin. Mekanizma të tjerë për zbulimin e së vërtetës. Një tjetër mekanizëm është vendosja një databaze zyrtare historike. Pas periudhave të abuzimet, shpesh dalin narrativa të ndryshme për çfarë ka ndodhur. Komisionet e së vërtetës, duke mbledhur dhe analizuar sasi të mëdha të dhënave, mund të adresojnë këto çështje dhe të kundërshtojnë versionet revizioniste të ngjarjeve. E drejta për të ditur apo për të informuar përfshin dokumentimin e së kaluarës, krijimin e një databaze me dëshmi dhe prova lidhur me shkeljet për të siguruar saktësi historike dhe përgjithësi, gjetjen e personave të zhdukur, gjetjen dhe identifikimin e mbetjeve martore për të siguruar mbylljen dhe për të zbuluar krimet e së kaluarës, përmirësimin e librave të historisë dhe hapjen e arkivave, sigurimi i përfaqësimit të saktë të ngjarjeve historike për të promovuar të vërtetën, sidomos tek brezat e ardhshëm dhe për të kundërshtuar narrativat revizioniste. Ky model synon të ofrojë një kuptim të thellë të rolit të së vërtetës në drejtësinë tranzicionale dhe rëndësinë e saj për ndërtimin e paqes dhe stabilitetit afatgjatë në shoqëritë që kanë kaluar periudha të konfliktit të abuzimeve. Moduli 4. Ndjekja penale e drejta për drejtësi. Drejtësia penale përbën një pjesë jetike të drejtësisë tranzicionale, shpesh e konsideruar si një nga shtyllat themelore të saj. Kur flasim për drejtësinë penale, i referohemi gjyqeve penale që synojnë mbajtjen përgjegjëse të atyre që kanë kryer shkeljet të drejtave të njerëzit ose krimeve të tjera. Kjo nënkupton përqendrimin në përgjegjësinë individuale penale duke synuar ndjekjen penale të atyre që në fakt kanë kryer krimet. Pas shkeljeve masive të drejtave të njerëzit, shpeshherë vëmendja bie mbi hetimin dhe ndjekjen penale të atyre që konsiderohen më të përgjegjës, si komandantët, zyrtarët e lartë politik ose ushtarak, dhe ata që kanë dhënë urdhra ose kanë hartuar plane për shkelje. Këto ndjekje penale luajnë një rol thelbësor në drejtësinë tranzicionale. Ato ndihmojnë në rimëkëmbjen e dinjitetit të viktimave dhe në rritjen e besimit publik në sundimin e ligjit, duke treguar se mosndëshkimi nuk do të tolerohet. Kohët e fundit, koncepti ndjekjeve penale brenda drejtësisë tranzicionale është zgjeruar për të përfshirë dhe procedura të tjera ligjore që sigurojnë mbajtjen përgjegjëse të autorëve. Për shembull, përpjekjet për të mbajtur shtetet përgjegjëse për shkeljen e detyrimeve të drejtave të njerëzit sipas traktateve ndërkombëtare, si konventa për parandalimin dhe dënimin e krimit të gjenocidit ose konventa kundër torturës, konsiderohen gjithashtu pjesë e procesit të ndjekjeve penale. Mekanizmat e ndjekjeve penale në drejtësinë tranzicionale. Në disa raste, ndjekjet penale të menjëhershme nuk janë të realizueshme. Për të adresuar këtë, janë krijuar mekanizma për të hetuar shkeljet e të drejtave të njerëzit, për të ruajtur provat thelbësore dhe për të përgatitur dosje për rastet kundër autorëve të krimeve. Këto dosje mund të përdoren më vonë në gjykat kur të bëhet e mundur ndjekja penale e individëve të përfshirë. Disa nga organet hetimore të shquara përfshin gjykatën penale ndërkombëtare për Jugoslavinë dhe gjykatën penale ndërkombëtare për Ruandën. Qëllimet kryesore të ndjekjeve penale. Përgjigje ndaj kërkesave të viktimave. Ndjekja penale e autorëve të krimeve, një vuajtje të viktimave dhe dënimin e përgjegjësve. Ruajtja e shtetit të së drejtës. Plotësimi i detyrimit ligjor për të ofruar zgjidhje për viktima dhe forcimi i besimit në sundimin e ligjit. Dënimi i shkeljeve masive. Garantimi i një procesi të drejtë,
luftimi i mosndëshkimit, si dhe funksionimi si një mjet parandalues. Përcaktimi i përgjegjësisë individuale. Përqendrimi në fajin individual dhe jo në atë kolektiv. Krijimi i një databaze historike, dokumentimi i asaj që ka ndodhur dhe pse. Simbolizimi i një kapitulli të ri. Shënimi i fillimit të drejtësisë sociale dhe sundimit të ligjit në një shtet. Mekanizmat e ndryshëm të ndjekjeve penale. Ndjekjet penale mund të kryen nga disa lloje gjykatash. Gjykatat ndërkombëtare mund të jenë ad hoc ose të përhershme, si ICTY për Jugoslavinë dhe ICTR për Ruandën, të kryera nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Gjykata ndërkombëtare penale, themeluar në vitin 2002 nga Statuti i Romës, është një gjykatë e përhershme që ndjek penalisht gjenocidin, krimet kundër njerëzimit, si dhe krimet e luftës dhe agresionin. Gjykatat vendore. Këto janë pjesë e sistemit gjyqësor të brendshëm të një vendi dhe shpesh janë të preferuara për ndjekjen penale të shkeljeve të drejtave të njerëzit për shkak të kontekstit lokal dhe efikasitetit të tyre. Gjykatat e përzierë apo ato hibride kombinojnë aktorët e drejtësisë ndërkombëtare dhe vendase për të trajtuar krimet ndërkombëtare, veçanërisht në vendet me burime të kufizuara financiare ose stabilitet të pamjaftueshëm politik. Shembuj të kësaj përfshin dhomat e specializuara të Kosovës, gjykatën speciale për Sierra Leone dhe dhomat e jashtëzakonshme në Kambodja. Jurisdiksioni universal. Jurisdiksioni universal është një parim ligjor që lejon një shtet të kryejë procedime penale për disa krime, pavarësisht se ku janë kryer krimet ose nëse personat e përfshirë janë shtetas të atij shteti. Ky parim pranon se disa krime janë aq të rënda sa konsiderohen krime kundër gjithë komunitetit ndërkombëtar. Vende si Belgjika, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Spanja, Argjentina dhe Australia kanë ndjekur penalisht krime përmes jurisdiksioneve universale. Marrëdhënia midis komisioneve të së vërtetës dhe ndjekjeve penale. Informacioni i mbledhur nga një komision i së vërtetës mund të jetë i dobishëm për prokuroritë që hetojnë raste për ndjekje penale dhe krime lufte. Një komision i së vërtetës duhet të shihet si plotësues ndaj veprimeve gjyqësore. Raporti i një komisioni të së vërtetës mund të përdoret si sfond për të siguruar gjurmë për dëshmitarët në ndjekjet penale të ardhshme. Edhe nëse raporti i një komisioni nuk përmend autor specifik, ai mund të zbulojë modele të shkeljeve, të tregojë përfshirjen institucionale dhe të ndryshojë strukturat komanduese dhe përgjegjësitë e atyre në krye të institucioneve politike ose ushtarake që kanë dhënë urdhra për kryerjen e krimeve. Për juristët, është thelbësore të kuptojnë funksionimin dhe rolin e gjykatës penale ndërkombëtare, veçanërisht kur gjykatat kombëtare apo ato vendore nuk janë në gjendje ose të gatshme të ndjekin penalisht krimet më të rënda. Gjykata penale ndërkombëtare është një tribunal ndërkombëtar i themeluar për të ndjekur individët për krimet të rënda të interesit ndërkombëtar, duke përfshirë gjenocidin, krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe aktet e agresionit. Jurisdiksioni i kësaj është i kufizuar në situata ku gjykatat vendore janë të paafta apo të papërgatitura për të vepruar. Jurisdiksioni i gjykatës ndërkombëtare penale. Kjo gjykatë mund të ushtrojë jurisdiksionin e saj në 3 mënyra. Referimi një palë shtetërore. Një shtet që është palë me statutin e Romës mund të grejë aktakus në këtë gjykatë. Referimi nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s. Këshilli i Sigurimit mund të referojë një situatë në këtë gjykatë, pavarësisht nëse vendi është i përfshirë si palë në statutin e Romës. Iniciativa e prokurorit të gjykatës. Prokurori i kësaj gjykate mund të iniciojë hetime nëse ka prova të mjaftueshme të krimeve që bien nën jurisdiksionin e kësaj gjykate. Krimet themelore të përcaktuara nga gjykata ndërkombëtare penale. Gjenocide. Akte të kryera me qëllim për të shkatruar në tërësi ose pjesërisht një grup kombëtar, etnik, racor ose fetar. Krime kundër njerëzimit. Akte të kryera si pjesë e një sulmi të përhapur ose sistematik kundër një popullsie civile. Krime lufte, shkelje të rënda të konventave të Gjenevës dhe ligjit ndërkombëtar gjatë konflikteve të armatosura. Akte agresioni, aksionet që cënojnë rënd integritetin territorial, sovranitetin ose pavarësinë politike të një shteti. Amendamentet. Amendamentet për elementet e krimeve të përfshira në jurisdiksionin e kësaj gjykate mund të propozohen nga shtetet palë dhe të krijohen miratim nga një shumicë e 2/3 të anëtarëve të Asamblesë së Shteteve palë. Bashkëpunimi me OKB-n. Edhe pse gjykata ndërkombëtare penale nuk është një organizatë e OKB-s, ajo bashkëpunon me Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Këshilli i Sigurimit të OKB-s ka fuqinë të referojë situata në këtë gjykatë, duke i dhënë asaj jurisdiksionin mbi çështjet e përfshira të krimeve të rënda ndërkombëtare.
Për juristët dhe ata që studiojnë të drejtën ndërkombëtare, të kuptuarit e funksioneve, juridiksionit dhe bashkëpunimit të kësaj gjykate është kyçe për të adresuar krimet ndërkombëtare dhe për të promovuar drejtësinë globale. Moduli 5. Mjetët juridike dhe reparacionet. Normat ndërkombëtare për reparacione. Një aspekt thelbësor i drejtësisë për viktimat e krimeve të rënda është ndëshkimi i autorëve të krimeve ose në raste të amnistisë, kërkimi i faljes jo akti më i lartë moral për të njohur dhe adresuar vuajtjet e viktimave për krimet e së kaluarës. Megjithatë, në praktik, shpesh ndodh që viktimat nuk arrin të gjejnë drejtësi apo dënim të autorëve. Historia e reparacioneve për viktimat. Ideja e reparacioneve për viktimat e krimeve dhe dëmeve nuk është e re. Që në lashtësi, filozofë si Aristoteli kanë folur për drejtësinë rektifikuese, ku gjyqtari duhet të barazojë me anën të dënimit duke marrë nga të ardhurat e sulmuesit apo abuzuesit. Në praktikën ndërkombëtare, Traktati i Vestfalis i vitit 1648 përmendte konceptin e zhdëmtimit. Traktati argumentonte se fokusimi në kërkesa për reparacione dhe zhdëmtim lidhet me një ndryshim thelbësor në të drejtën ndërkombëtare për të adresuar gjendjen e viktimave gjatë konflikteve. Por ishte pas luftës së dytë botërore, veçanërisht pas Holokaustit, kur komuniteti ndërkombëtar vendosi që tmerret të tilla të mos përsëriten më. Ky ishte një moment kritik që shënoi një periudhë të paparë të mizorive kundër të drejtave të njerëzit, ku viktimat dhe përfaqësuesit e tyre kërkuan drejtësi dhe reparacione. Zhvillimi i parimeve themelore për reparacione. Holokausti dhe mizoritë e tjera të luftës së dytë botërore shtyn komunitetin ndërkombëtar dhe veçanërisht Komisionin e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njerëzit të hartoj parimet themelore dhe udhëzimet për të drejtën për reparacione dhe kompenzim për viktimat e shkeljeve të mëdha të së drejtës ndërkombëtare, të së drejtave të njerëzit dhe të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Ky proces u udhëhoq nga ekspertë të pavarur dhe kulmoi me miratimin unanim të dokumentit nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s më 16 dhjetor 2005 përmes rezolutës 60147. Elementet kryesorë të reparacioneve. Sipas kësaj rezolute, reparacionet përfshin 5 elemente kryesore. Zhdëmtimi, restaurimi i gjendjes në të cilën ishin viktimat përpara se të ndodhte shkelja. Kompenzimi, përballimi financiar i dëmeve që janë të matshme, duke përfshirë dëmin fizik dhe psikologjik, humbjen e të ardhurave dhe dëmin moral. Rehabilitimi, sigurimi i kujdesit mjekësor dhe psikologjik, si dhe shërbimeve të tjera të nevojshme për rimëkëmbjen e viktimave. Përmbushja, masa që synojnë të rivendosin dinjitetin e viktimave, duke përfshirë kërkimfaljen, dëshkimin e përgjegjësive dhe ndërtimin e memorialeve. Garancia për mospërsëritje. Reforma institucionale dhe masa të tjera që sigurojnë se shkelje të tilla nuk do të përsëriten në të ardhmen. Reparacionet në politikën moderne. Në 2 dekadat e fundit, shumë shtete janë angazhuar në politikën e reparacioneve për arsye të ndryshme politike dhe ekonomike, duke pranuar se padrejtësitë dhe mizoritë historike vazhdojnë të kenë ndikim te qytetarët e viktimizuar. Disa udhëheqës të shteteve demokratike kanë shkuar më tej duke kërkuar falje për krimet e së kaluarës, duke reflektuar në një ndërgjegje se padrejtësitë historike të kryera nga pararësit e tyre mund të ndikojnë në të tashmen dhe se dinjiteti i viktimave duhet të rimëkëmbet. Shkeljet të rënda të drejtave të njerëzit gjatë konfliktit në Kosovë. Gjatë konfliktit të Kosovës, Bashkësia Ndërkombëtare dëshmoi disa nga shkeljet më të rënda të drejtave të njerëzit që nga lufta e dytë botërore. Këto përfshin zhvendosjet e detyruara, përdhunimi masiv i grave, arrestimet arbitrare, plaçkitjet, shkatrimin e pasurisë private dhe publike, torturat, përdorimin e njerëzve si mburoja dhe trajtimet të tjera çnjerëzore. Këto shkelje ndodhen para dhe gjatë bombardimit të NATO-s nga 2 marsi deri më 10 qershor 1999. Rreth 80% e popullsisë shqiptare të Kosovës u zhvendos gjatë kësaj periudhe, me vrasje arbitrare të kryera kryesisht nga policia, forcat paramilitare dhe ato ushtarake serbe. Sipas Fondit për të drejtën humanitare, një ONG që ka dokumentuar shkeljet e të drejtave të njerëzit në Kosovë, më shumë se 10.812 shqiptarë të Kosovës u vranë gjatë kësaj periudhe. Kthimi i personave të zhvendosur brenda vendit dhe refugjatëve pas konfliktit të vitit 1999 dhe reparacionet në forma të ndihmës sociale të ofruara nga qeveria e Kosovës për familjet e viktimave, personat e zhdukur dhe të mbjetuarit, nuk janë të mjaftueshme për rehabilitimin apo rimëkëmbjen e plot sociale dhe kohezionin në shoqëri. Zhdëmtimi dhe çështja e reparacioneve mbeten pengesa kryesore për arritjen e kompromisit politik mes shqiptarëve dhe serbëve. Çështja e humbjeve njerëzore dhe ekonomike dhe mbrojtja e tyre mbetet një temë shumë komplekse që prek të gjitha komunitetet në Kosovë,
si dhe ndikon në jetën e përditshme të një shoqërie që mbetet thellësisht e ndarë në linja etnike dhe identitare. Rëndësia e kërkimfaljes në drejtsinë tranzicionale. Kërkimi i faljes është një nga shtyllat kryesore të së drejtës tranzicionale dhe luan një rol thelbësor në proceset e pajtimit dhe rindërtimit të shoqërive që kanë kaluar konflikte të ashpra ose periudha të regjimeve represive. Ky akt përfaqëson një pranim të përgjegjësisë për krimet e së kaluarës dhe një përpjekje për të rikthyer dinjitetin dhe besimin e viktimave dhe të shoqërisë më të gjerë. Falja është shumë më tepër se sa një gest simbolik. Ajo ndihmon në shërimin e plagëve të hapura dhe krijimin e një themeli për ndërtimin e paqes së qëndrueshme. Në proceset e drejtësisë tranzicionale, kërkimi i faljes kontribon në riparimin e marrëdhënieve të thyera. Pas një konflikti apo abuzimit të drejtave të njerëzit, falja ndihmon në rivendosjen e marrëdhënieve midis grupeve të ndryshme të shoqërisë, duke përfshirë viktimat dhe autorët. Pajtimi dhe ndërtimi i paqes. Kërkimi i faljes është një hap drejt pajtimit, duke i dhënë mundësinë shoqërisë të lërë pas të kaluarën e dhëmshme dhe të ecë drejt një të ardhme më të drejtë dhe paqësore. Pranimi i përgjegjësisë. Në kërkimfalje sinqertë përfshin pranim të përgjegjësisë për krimet dhe padrejtësitë e kryera. Ky pranim është i domosdoshëm për të rikthyer besimin e viktimave në shoqëri si dhe në institucionet shtetërore. Riparimi i dinjitetit të viktimave. Kur institucionet apo udhëheqësit kërkojnë falje për krimet e së kaluarës, ato njohin dhe nderojnë vuajtjet e viktimave, duke kontribuar në riparimin e dinjitetit të tyre. Një shembull historik i rëndësishëm është akti i faljes së kancelarit gjerman Konrad Adenauer në vitin 1952. Duke nënshkruar marrëveshjen e Luksemburgut me Izraelin, Adenauer pranoi krimet e regjimit nazist dhe kërkoi falje për Holokaustin, duke vendosur pajtimin si një prioritet për qeverinë gjermane. Ky akt kërkimfaljeje dhe reparacionet që pasuan ndihmuan në rindërtimin e besimit të komunitetit ndërkombëtar ndaj Gjermanisë Perëndimore dhe krijuan një themel të ri për marrëdhëniet gjermano-hebreje. Në rajonin e Ballkanit, kërkesa për falje ka luajtur gjithashtu një rol të rëndësishëm në përballjen me të kaluarën. Për shembull, në vitin 2014, organizata feministe dhe antimilitariste Gratë në të Zeza nga Serbia mbajti një performancë përkujtimore për të kujtuar viktimat shqiptare të krimeve të luftës gjatë bombardimeve të NATO-s në vitin 1999. Edhe pse kjo ishte një iniciativë e rëndësishme nga shoqëria civile, kërkimfalja zyrtare për këto krime nga qeveritë apo udhëheqësit politik ende mungon. Kjo tregon rëndësinë dhe nevojën për kërkimfalje në nivel institucional për të shëruar plagët e konfliktit. Në përfundim, rëndësia e kërkimit të faljes në drejtsinë tranzicionale nuk mund të nënvlerësohet. Një falje e sinqertë, e mbështetur me masa konkrete si reparacionet dhe reformat institucionale, mund të shërbejë si një themel për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë, më përfshirëse dhe më të paqshme. Moduli 6. Reforma institucionale. Reforma institucionale është procesi i riformatimit të strukturave shtetërore dhe shoqërore për të themeluar institucione funksionale dhe të paanshme në shoqëritë pas konflikteve. Kjo përfshin ndryshime në sektor të ndryshëm si kushtetuta, ushtria, policia, gjyqësori, parlamenti, arsimi dhe media, me qëllim adresimin e abuzimeve të kaluara, mungesës së përgjegjshmërisë dhe korrupsionit. Qëllimi kryesor është të sigurohet garancia e mospërsëritjes së shkeljeve të rënda të drejtave të njerëzit. Garancia e mospërsëritjes. Shtetet janë të detyruara të parandalojnë përsëritjen e shkeljeve masive të drejtave të njerëzit pas konflikteve përmes reformave institucionale, veçanërisht në institucionet përgjegjëse për shkeljet në të kaluarën. Burimet ligjore për këtë përfshin instrumente dhe vendimet ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, si Nini 2 i Konventës së drejtave civile dhe politike dhe Konventa ndërkombëtare për mbrojtjen e të gjithë personave nga zhdukja e detyruar. Kushtet për një reformë efektive institucionale, siç është përcaktuar nga raportuesi special i OKB-s në vitin 2015, përfshin përgjegjshmërinë, demokraci dhe respektim të së drejtës dhe të drejtave të njerëzit, legjitimitet dhe reagim ndaj nevojave të gjitha grupeve shoqërore, siguri efektive dhe dokumentacion ligjor për identitetin e qytetarëve, ratifikimi dhe përfshirja e traktateve të drejtave të njerëzit në ligjet vendore. Sektorët kryesorë të reformës institucionale përfshin reforma kushtetuese, siguron stabilitet, demokraci, llogaridhënie dhe sundim të ligjit, duke hequr dispozita diskriminuese, futur mekanizma për përfshirje, reformuar sektorin e sigurisë, siguruar ndarjen e pushteteve, kufizuar gjykatat ushtarake, miratuar një kushtetut të re. Reforma e së drejtës penale synon ndjekjen penale të krimeve të rënda ndërkombëtare dhe përputhjen e ligjeve të sigurisë me standardet e të drejtave të njerëzit, duke ndaluar ndalimin arbitrar,
eliminimin e dispozitave për amnisti, garantuar qasjen e të paraburgosurve tek avukatët dhe mjekët, ndaluar përdorimin e provave ose rrëfimeve të detyruara, siguruar ndihmë juridike për të varfrit e akuzuar për krime të rënda. Reforma gjyqësore siguron pavarësinë e gjyqësorëve dhe drejtësitë të paanshme, duke rekrutuar bazuar në merit, siguruar sigurinë e mandatit dhe shpërblimin adekuat, duke zbatuar procedura transparente për sanksionet dhe promovime, duke garantuar sigurinë fizike të gjyqtarëve dhe punonjësve të gjykatave, duke përfshirë ndarjen e pushteteve në kushtetut, duke emëruar gjyqtarët bazuar në kompetencë dhe në pavarësi, duke siguruar burime dhe autonomi administrative, dhe duke caktuar rastet sipas kritereve objektive, duke respektuar vendimet gjyqësore. Reforma në sektorin e sigurisë është thelbësore për të parandaluar abuzimet dhe për të ofruar siguri, duke larguar personelin që mbështet regjimet shtypse ose që është akuzuar për krime lufte, duke qarmatosur, çmobilizuar dhe reintegruar ish-luftëtarët, duke rishikuar politikat që lejonin praktika abuzive dhe duke përfshirë grupet e marginalizuara brenda sektorit të sigurisë. Reforma arsimore është e rëndësishme për të parandaluar përsëritjen e abuzimeve, duke promovuar të vërtetën dhe një kulturë respekti për të drejtat e njerëzit përmes kurrikulës së re. Reformat institucionale janë thelbësore për ndërtimin e një shteti të drejtë dhe të qëndrueshëm pas konfliktit. Ato synojnë të forcojnë sundimin e ligjit, të promovojnë drejtësinë dhe të parandalojnë përsëritjen e shkeljeve të drejtave të njerëzit. Moduli 7. Pajtimi. Pajtimi është një koncept që shpesh shkakton konfuzion dhe mungesë konsensusi në lidhje me përkufizimin dhe zbatimin e tij. Që nga vëzhgimi i Donna Pankhurst në vitin 1999 mbi këtë çështje, është bërë zakon që tekstet mbi këtë temë të pranojnë këtë mungesë marrëveshjeje. Pavarësisht nga kontributet e vlefshme akademike, nuk ka një përdorim të qëndrueshëm dhe të unifikuar të termit pajtim. Edhe studiues të njohur si Johan Galtung e pranojnë që pajtimi është një koncept, dhe si askush në të vërtet nuk e di se si të arrihet me sukses. Kjo mungesë marrëveshjeje nuk është vetëm në mesin e akademikëve, por përfshin gjithashtu qarqet politike, qeveritare, donatorët, OEQ-t dhe aktorët që veprojnë në kontekste pas konflikteve. Siç vret nga Dwyer dhe të tjerët, termi pajtim mund të interpretohet si një proces kombëtar, shoqëror, politik, individual, psikologjik apo madje edhe teologjik. Po ashtu, mbetet e paqartë nëse pajtimi është një proces i vazhdueshëm apo përshkruan një gjendje të marrëdhënieve në fund të një procesi. Debati mbi përkufizimin e pajtimit. Pajtimi zakonisht konsiderohet i rëndësishëm pas zhvillimit politik dhe ndihmës shoqërore ekonomike dhe ai renditet para çështjeve të sigurisë. Edhe pse rëndësia e tij është e pranuar, nuk ka ende një përkufizim të qartë dhe të njohur për atë që përfshin ky term. Çfarë përjashton, ku lidhet me iniciativat e tjera pas konfliktit, si funksionon apo se cili është qëllimi i tij. Për shumë njerëz, veçanërisht nga Komisioni i së Vërtetës dhe Pajtimit në Afrikën e Jugut, pajtimi është ngushtë i lidhur me konceptet e të së vërtetës dhe faljes, edhe pse këto terma mbeten të diskutueshëm në vetvete. Përpjekjet për të përkufizuar pajtimin. Në literaturën akademike, mospërputhja e terminologjisë vazhdon, jo për mungesë përpjekjesh nga studiuesit për të shuar dhe për ta adresuar këtë. Shumë studiues kanë punuar për të zhvilluar përkufizime dhe për të kuptuar dinamikat e përfshira në pajtim. Megjithatë, këto përpjekje, megjithëse të rëndësishme dhe të dobishme, nuk kanë arritur të sjellin qartësi në debat. John Paul Lederoche e përkufizon pajtimin si një proces dinamik dhe adaptues që synon ndërtimin dhe rimëkëmbjen e marrëdhënieve, dhe si një proces ndryshimi dhe riformulimit të marrëdhënieve. Audrey Chapman e konsideron pajtimin kombëtar si një proces shumë dimensional dhe afatgjatë. Erin McCandless fokusohet te ideja që pajtimi është një proces ndërtimi ose ndryshimi të marrëdhënieve në rritje. Alternativa ndaj termit pajtim. Në komunitetin e aktivistëve të drejtave të njerëzit dhe atyre që punojnë me viktimat e luftës, termi bashkëjetesë po fiton popularitet si një alternativë ndaj pajtimit. Ky term duket më pak kontestues, megjithatë mbetet një koncept i paqartë derisa të përmbushet me kuptime të specifikuara nga ata që e përdoren.